Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për aktualitetin politik në vend, me ne është bashkuar avokati Alesa Balliu. Zonjë Balliu, faleminderit shumë që jemi ne si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Si e shikoni ju gjithë këtë situatë të trazuarit them politike në vendin tonë, si nga kampi opozitar ashtu dhe nga mazhoranca? Nga mazhoranca shoh më shumë të trazuar se nga kampi opozitar, se faktikisht kampin opozitar e shoh të pashpresë. Për mos çdo skandali që i ka ndodhur qeverisë dhe çdo gjëje që tashmë është bërë publike, prap opozita e vendit nuk arrin të frymëzojë dhe nuk arrin të ngrijë revoltën qytetare për t'i dhënë shpresë qytetarëve dhe pa diskutim për të pasur një program të qartë për mënyrën se si kjo forcë politike mund të vinë pushtet nesër, nëse bëhen zgjedhje parakohshme. Pse mendoni ju që nuk frymëzon opozita? Sepse përdor metodat e vjetra dhe pa diskutim që duke pasur në krye të saj individ cilët kanë pasur pushtetin dhe personazhet cilët e kanë treguar veten duke pasur pushtet, pa diskutim që nuk mund të frymëzoj. Pasi tashmë është e qartur dhe e ditur që lideri i opozitës është non grata, kështu që si mund të frymëzoj një korruptuar apo një opozitë më saktë me një funksionar, ish funksionar të shtetit korruptuar në krye. Nga protesta në protestë, dëgjojmë shpesh se zoti Berisha thotë që jemi në kilometrin e fundit. Mendoni që Partia Demokratike është në kilometrin e fundit? Unë mendoj që Sali Berisha është në kilometrin e fundit të jetës tij politike, sepse nuk ka çfarë ofron më në politik, është pa diskutim koha e rinisë. Sali Berisha nuk mund të jetë e ardhmja, nuk mund të jetë shpresa dhe nuk mund të jetë drita e cila do fitojë mbi errësirën. Pasi drita e Partisë Demokratike është rinia, janë individët e pakorruptuar, janë intelektualët dhe janë ato individë cilët duan që Partia Demokratike të eci përpara dhe të bëjë diçka pozitive për vendin. Berisha në të kaluarën e tij ka pasur sukseset dhe dështimet e veta, por që këto të fundit, që janë dështimet, janë më të shumta se sa suksesi që ai ka vërtetuar. Dhe fakti që sot që flasim 2026, mbas 33 viteve, vazhdon dhe e përdor Partinë Demokratike si një prom private dhe prom personale, duke mos lejuar që vetë demokratët shohin dritë në fund tunelit. Më 20 shkurt është paralajmëruar edhe protesta e radhës. Mund të ketë skenar të shumtë, kanë thënë nga brenda Partisë Demokratike, një ndërtohet edhe ndoshta vendosje një çadre, grev urie, shikoni si masa të domosdoshme. Protesta është një mjet demokratik i cili pa diskutim duhet përshëndetur dhe protestën duhet ta bëjnë qytetarët, duhet ta bëjnë demokratët, jo Berisha. Berisha e dëmton protestën dhe Berisha protestën e bën për të mbrojtur veten nga institucionet e drejtësisë, nuk e bën për qytetarët, nuk e bën për demokratët, nuk e bën që PD-ja të vinë pushtet, por e bën vetëm për të mbrojtur veten. Nuk ka qëndrueshmëri tek protestat e opozitës, madje përfshirja e flamurit të PD-s me në krye Sali Berishën i humbet vlerën reale që ajo protest ka dhe tjetërson mesazhin që ajo protestë do që të përcjellit tek qytetarët. Nga ana tjetër është edhe zoti Saliani, ai po ndërmerr disa iniciativa, disa takime me demokratët. Çfarë lëvizje mund të bëjë tjetër? Tani lëvizja e tij është pozitive, sepse lëvizja e tij cek problemet reale që ka Partia Demokratike. Lëvizja e tij është për një PD të bashkuar, është për një PD ku kontributi njihet, është për një PD ku personat që janë më të votuar përfaqësojnë demokratët, është për një PD të hapur dhe nuk është për një PD të mbyllur, për një PD prom private. Ajo është një lëvizje cilën ndryshe do ta quaja lëvizja e rinisë të Partisë Demokratike, e brezit të ri të Partisë Demokratike, e brezit jo të korruptuar të Partisë Demokratike, e brezit cilët kanë vizion, kanë ide dhe kanë dëshirën për të punuar dhe për ta bërë jo vetëm PD-n, po dhe Shqipërinë të ecë përpara. Kështu që pa diskutim është një lëvizje të cilën unë këtu janë ftoj çdo demokrat i bashkohet, sepse ndryshimi vjen nga vetja.
Qofse ti ndryshon veten dhe nëse vetja jote, që është Partia Demokratike në rastin konkret, është më e mirë nga ajo çka që ndje, pa diskutim do jetë edhe më e mirë nesër. Qofse ti nuk ndryshon veten dhe ti vazhdon te kalbësirat e të shkuarës, ti kurrë nuk do mund të jesh drita për syt jo vetëm demokratëve, po dhe të qytetarëve shqiptar. Sepse ti që të fitosh mbi një të keqe, duhet pa diskutim që të kesh një version më të mirë. Nuk mund të mundesh një të keqe me një të keqe. Zoti Saljani ka bërë takime me demokratët, ka bërë takime me bazën, ka marrë pjesë në protestat e thirrura nga Partia Demokratike dhe opozita, por e shikoni të mundur që një të ardhme të afërt, pse jo, të ketë një protestë të iniciuar nga i vetë lëvizje që drejton? Shiko, lëvizja është brenda Partisë Demokratike, për mos se kush flet kundra PD-s quhet tradhtar. Dhe këtu e kanë cilësuar zotin Saljani, mua dhe shumë tjerë që kemi menduar ndryshe nga leadershipi humbës i Partisë Demokratike. Çdo protest, e thash, protesta është një mjet demokratik i cili është bërë për qytetarët për të shprehur zërin ndryshe dhe për të shprehur ndaj padrejtësive. Dhe reagimi ndaj padrejtësive pa diskutim duhet përshëndetur. Prandaj, në moment çdo iniciativë që merret kundra padrejtësive që i ndodhin qytetarëve është legjitim, për sa kohë nuk dëmton askënd. Por thjesht jep mesazhet që duhen dhënë, jo të tjetërsohen. Dhe ky leadership aktualisht po i tjetërson, sepse nuk po lejon brezin e Riteci, nuk po lejon dhe nuk po hap garën Partinë Demokratike dhe çdo zë i cili është kundër shpallet tradhtar. Po këto individ cilët Berisha i kanë listat e mbyllura, cilët kanë bërë pazare me PS-n, cilët kanë dalë me fakte me prova, pse nuk i quhen tradhtar Berisha? Këto bashkëpunëtorët Partisë Socialiste që i kanë listë mbyllur Partisë Demokratike. Apo tradhtar është vetëm Alesja, tradhtar është vetëm Saljani, dhe të gjithë këto që përfitojnë tendera, të gjithë këto që kanë foto, të gjithë këto që kanë votuar pro vendimeve të PS-s, këto marrin benefite nga Berisha. Apo jo? Vërtet. Por neve shohim që ka një lëvizje nga poshtë, nëse mund ta quajmë kështu, të disa intelektualëve me krye zotin Ermal Hasimi për bërë bashkë gjithë opozitën. Duket se ende nuk ka arritur një dakordsi të gjerë. Ditën e sotme në një reagim ai tha që ka pasur disa kushte nga Shqipëria bëhet, Partia Mundësia e zotit Shehaj ka shprehur veto në thonjza duke mos pranuar që të jetë pjesë e tryezës. Po nuk ka pranuar, pasi zoti Shehaj tha që nuk janë për qeveri teknike, që të kemi një qëllim për bashkët, pa diskutim që duhet jenë gjitha palët bashkë. Kur PD-ja kërkon qeveri teknike, Partia Mundësia nuk e kërkon. Partia zotit Qori prap nuk e kërkon, sepse thot qofsha e gabuar janë për zgjedhjet parakoshme, nuk janë për qeveri teknike. Me sa kam dëgjuar mund të korrigjonin nëse jam gabim. Nga ana tjetër, pastaj të treja këto partitë e reja nuk dakordson me leadershipin e PD-s, që është Sali Berisha. Sepse këto po tentojnë të ishin të korruptuarën Balluku dhe të korruptuarin Rama dhe të bëjnë aleancë me të korruptuarin e Amerikës, që është Berisha. Si bëhet bashkimi? Do ishim dy të korruptuar dhe do vëjmë Berishën që është i korruptuar me dam nga SBA-ja. Do vëjmë krye të korruptuarin. Tani, lufta ose bëhet për një ideal, për një parim, ose bëhet për bërë pazar. Për të bërë pazar, pa diskutim që do janë kundra. Qëllimi i vetvete i zotit Ermal është pozitiv. Dhe nuk e kam me intelektualët që po kërkojnë të marrin këtë nisëm, as me Partinë Demokratike që ka shumë intelektual. Por, çalon problemi i gjithë tek pengmarrësi i Partisë Demokratike, që është zoti Berisha. Dhe duke e marrë peng Partinë Demokratike, po e lën Ramën gjithë jetën pushtet. Sepse populli nuk do heqi dy të korruptuar dhe të vëjë krye të korruptuarin, që është Berisha. Ka 33 vite në pushtet. Dhe sa më gjatë rri Berisha në krye të opozitës, aq më gjatë do rri dhe Rama në krye të qeverisë. Është e thjeshtë. Ku i bëron forca zotit Berisha, sepse ai pati një periudhë që u shkut nga Partia Demokratike nga viti 2013 deri në vitin 2021, rikthehet prap, rimerr bazën
dhe tashmë nuk lejon rotacionin që disa për jush e kërkojnë si ju, Zoti Saliani, por edhe eksponentët tjerë brenda Partisë Sepse Demokratike. Zoti Berisha nuk kërkon rotacion, kërkon të ruaj pushtetin e tij brenda Partisë Demokratike dhe ta përdori këtë parti për interesat personale dhe familjare dhe për ta pasur mbrojtjen kryesore ndaj institucioneve të drejtësisë. Sot e gjithë klasa e vjetër politike është e tmerruar nga drejtësia. Dhe pa diskutim, ato kanë frikë nga drejtësia. Dhe prandaj e sulmojnë atë. Këtu flas për të gjithë klasën e vjetër politike. Kanë frikë nga drejtësia, kanë frikë nga puna e drejtësisë, kanë frikë nga suporti ndërkombëtar që institucionet e drejtësisë kanë dhënë për të gjithë individët cilët janë të korruptuar, cilët duhet dënohen. Dhe këtë suport ndërkombëtar ja kanë dhënë sistemi i drejtësisë, nuk ja kanë dhënë politikanëve, nuk ja kanë dhënë klasës vjetër politike. Dhe duke parë gjithë suportin ndërkombëtar, por tek suporti ndërkombëtar vjen dhe financimi ndërkombëtar për institucionet e drejtësisë. Dhe duke pasur gjithë të suport, ato po pastrojnë terrenin politik nga të korruptuarit dhe nga xhaketat e vjetër. Dhe klasa politike është tmerruar nga drejtësia, është në frikë, është në panik. Dhe çfarë do të sjellë kjo sipas jush, kjo frikë, ky panik? Kjo frikë, Ndërgjegjësim? Frika dhe paniku është për shkak sepse kanë kryer abuzime në kurriz të popullit shqiptar. Dhe pa diskutim që tashmë ato do paguajnë faturën e veprimeve të tyre. Dhe drejtësia është një instrument i cili do bëj punën e vet për të pastruar çdo individ që merret aktualisht në politik dhe ka kryer abuzime, ta çojë te vendi që është në burg dhe kështu e pastron arenën politike nga këto individ cilët kanë abuzuar me pushtetin. Këtë punë vën drejtësia, se nuk të sjell drejtësia aty ndryshimin, se ndryshimi do të vijë nga populli me votë. Qofse do jesh i votuar, do jesh në krye të shtetit. Nuk e vën drejtësia individin cili do drejtojë qeverinë apo shtetin, atë zgjedh populli. Prandaj jemi shtet demokratik. Kohët e fund drejtësia ka bërë një goditje majtas, ose më shumë ti majtas, dhe djathtas shumë pak. Mendoni që edhe djathtas nuk ketë lëvizje nga drejtësia? Po duhet ketë edhe djathtas për ato individ cilët kanë abuzuar me pushtetin. Sepse të gjithë janë të barabartë përpara ligjit në opinionin tim, si majtas dhe djathtas. Dhe gjithë klasa politike 33 vjeçare, e cila ka abuzuar me pushtetin e dhënë dhe me votbesimin e dhënë nga shqiptarët, duhet pa diskutim përgjigjet përpara drejtësisë për gjithçka dhe çdo dëm që i ka shkaktuar shtetit shqiptar. Po lëvizjet e fundit të opozitës, ju jeni avokate për pjesëmarrjen në reformën zgjedhore, po ashtu në ato territoriale, duhet ketë një ndryshim në këtë aspekt, duke qenë se janë pikërisht dy reforma të rëndësishme që përcaktojnë shumë edhe në zgjedhjet e ardhshme, si lokale ashtu edhe ato parlamentare. Opozita si gjithmonë është jo serioze, çfarë sot mëngjes ndron darkët dhe kur gjës sot nuk marr pjesë në darkët, pastaj sot ndrova mendje do marr pjesë, nuk shoh se ka një propozim konkret, real, dhe nuk mendoj që ka një shqetësim për reformën. Pasi opozita nuk di ku është vetë dhe është në një situatë në të cilën nuk po prodhon ide dhe nuk po jep argumentet e duhura që do mund ta bënin Partinë Demokratike fituese. Këtu referohem një formule. Me çfarë formule se është PS-ja ka formulën e vet. Pa diskutim ai thotë kjo formulë më bën fituese. Ti zotri çfarë formule ke? Ti nuk di do marrësh pjesë mëngjes, pastaj ndarkët thua unë do marr pjesë, pastaj ndron prap dhe ti nuk di se si ta fitosh. Ti nuk ke një formulë se si mund të fitosh. Sepse pa diskutim Tryeza jepet argumenti nga Partia Socialiste, jepet dhe argumenti nga Partia Demokratike me një plan, një ide konkrete si do të ishte jetë kjo reformë. Nuk kam gjuar gjë deri tani. Kam gjuar thjesht merret pjesë mëngjes, nuk merret darkë, këto muhabete që i ndrojnë sipas oreksit. Për t'ju referuar dhe lëvizjeve që ndodhin nga një kamp i caktuar në një kamp tjetër, duke marrë nga rasti i fundit shkas ai i zotit Dash Sula, por nuk është vetëm rasti i zotit Sula, pasi kemi parë që
prej vitesh edhe eksponentë të ndryshëm që kanë qenë me LSI-n ose Partinë e Lirisë sot kanë shkuar tek Partia Socialiste, po ashtu edhe një eksponente e rëndësishme e Partisë Demokratike në Saran kaloi po te Partia Socialiste, kur shohim që kupola drejtuese është duke kaluar tek Partia Socialiste, po baza, elektorati i thjesht, ata mbështetës që kanë vite që e kanë mbështetur Partinë Demokratike, janë duke kaluar nga lodhja e madhe dhe të zgjatur drejt kampit mazhorancës? Jo, ato individ që kalojnë, kur shohin që Berisha bën pazar me Ramën, thojnë quhet negociat, nuk quhet rasti. Ndrohet termi. Kur hikën një nivel më i ulët, ai e quan pazar dhe e quan të shitur dhe të blerë. Po si ka mundësi tek pazari që bën Berisha me Ramën, quhet negociator? Dhe pse për një individ që është më poshtë quhet pazar dhe i shitur? Pse kalojnë me Ramën? Kalojnë sepse e shohin që Berisha është ai që mban Ramën. Dhe duke parë që jam bashk, pa diskutim ai thot, po shkoj këtu. Pse duhet rri, pse duhet qëndroj? Shumë vetar kanë artikuluar këto ditë nëpër media zotin Sula si tradhtar. Po pse nuk flet një njeri për tradhtarin, që quhet Sali Berisha, i cili tradhtoi demokratët dhe nuk respektoi votën dhe primaret. A e fitoi Darsula? Fitoi. Pse nuk e fute zotrin listë? Pse bëre pazar me listat? Tani kur bën ti pazar, ne do ta quajmë negociata dhe kur kalon dikush më poshtë ne do ta quajmë të shitur. Po termat ne nuk do t'i kemi sipas oriksit të disa politikanëve. E vërteta është e vërtetë, e bardha është e bardhë, e zeza është e zezë. Ishte Berisha që tradhtoi demokratët, jo vetëm zotin Sula, mua dhe shumë tjerë, duke bërë pazare me listat, duke vendosur qoka pa vota, duke i dhënë një ndër rezultatet më të këqija dhe duke mos mundur dot as rezultatin e lulit të 2021-shit që bëri pazar, pastaj të flasi për pazaret që vijnë nga individ tjerë poshtë. Sepse gabimin duhet ta kërkosh tek vetja. Pastaj të tjerët. Duhet jesh i pastër vetë që të kërkosh dhe pastërti tek të tjerët. Në optikën tuaj janë të afërta zgjedhjet e parakohshme me këto që ndodhin? Këtë nuk di ta përcaktoj edhe të ta them, por edhe të jenë gati ose të afërta zgjedhjet e parakohshme nuk e shoh PD-n fituese dhe nuk e shoh gati për të hyrë në zgjedhje. Për çfarë arsyesh? Për arsyet sepse nuk ka bërë analizën e zgjedhjeve, nuk ka bërë riformatimin e strukturave, ka të njëjtat figura që kanë humbur 4 herë, nuk mund të fitojnë herën e 5. Janë individ cilët kanë humbur besueshmërinë tek publiku dhe nuk mund të zgjojnë dot revoltën qytetare. Dhe përsa ko revolta qytetare nuk zgjohet, pa diskutim që shanset më shumë për të fituar i ka personi që është në pozitë. Në rastin konkret që është Partia Socialiste me ose pa Ramën dhe theksoj këtë pjesë. Qartë. Dhe një pyetje Alesa, ditët e fundit ne kemi parë që është bërë virale një video, një pasazh që ju keni dhënë nga një media e caktuar, në një intervistë që ju keni qenë e ftuar, keni diçka për të thënë për atë gjë? Ajo faktikisht ju falenderoj për pyetjen, edhe është keq përdorur nga mediat në mënyrë për të më sulmuar mua politikisht, duke nxjerrur jashtë kontekstit një deklaratë time që kam dhënë. Po do të përgjigjesha faktikisht me një shprehje që një grua e suksesshme dhe e cila ka përgjegjësitë për jetën e saj, pa diskutim duhet zgjedhë dhe partnerin i cili respekton vlerat e saj. Kjo është një shprehje faktikisht e një shkrimtare Elizabeth Elliot, e cila qartazi flet për femrat të cilat kanë përgjegjësi për vete, për femrat që punojnë, për femrat që sakrifikojnë. Dhe unë këtë doja të jepja si mesazh, pasi edhe puna ime si avokate, shoh që divorcet më shumë të kohët e fundit janë bërë prej grave cilat mbajnë burrat. Edhe unë aty thjesht po jepja një mesazh që nëse unë punoj dhe jetesën time e fitoj duke punuar vet, faturat e mia i heq vet, pa diskutim që te partneri do doja të ishte në njëjtin standard ose të ishte më lart. Në ç'kontekst kontekste them këtë? E them sepse tek standardi unë shoh intelektin. Kur them tek investimi, tek vetja ime, aty referohem pa diskutim shkollimit, arsimimit, vlerave, përgjegjësisë. Dhe nuk lejoj asnjë media që këtë gjë ta
ta kesh interpretoj dhe ta përdori në një mënyrë jo të duhur, duke i futur ngjyrime politike që nuk më përkasin mua. Pasi në jetën time unë çdo gjë e kam arritur me sforco, me punë dhe duke dhënë shumë nga vetja dhe pa diskutim. Partneri nuk e shoh si një kartë financiare, por si diçka i cili ta shoh tek ambicet e vlerave të mia. Që nëse unë përpiqem kaq shumë pa diskutim që ai duhet përpiqet dyfish që të funksionojë raporti. Në këtë kontekst, edhe shifrat janë përmendur në mënyrë hipotetike për të thënë shembullin, ose janë shifra faktikisht reale dhe na ishin shqetësuar media dashamirë, sa në thojnë za.